ka fet monoteiste. Nuk ka kësi shprehje në din. Mono me demek nja. Me demek, e kur thojnë fet monoteiste, me demek e menojnë krishtert, jahudit, musliman, se krejt e adhurojnë nja, Allahun, rran. Nëse ka fe monoteiste, është islami, nja, e veç nja. Nuk ka kështu tjera. Uzairun ibn Allah, wa qalet an-nasara al-Masih ibn Allah. Krishterët thojnë, por Isa alayhi salam është thania ithnain, njani për dyve. Domthon, krishterët e dini çysh e vlerësojnë Isa alayhi salam. Jahudit ashtu, nuk ka fe monoteiste, nuk ka fet monoteiste, shumë fe, ka nja. Edhe që ka nja, që ka islam, nuk ki nevojë me thonë fe monoteiste, thuj feja islame. As mos thuj fet qellore, ka tërë kjo. Fet qellore. Thu që jem të të bo magjiju në ty. Fet qellore. Jo, bërë Allah. Inneke letulaqqa l-Qur'ane min ledun hakimin alim. Ky Kur'an o Muhammed a.s. të ka ardhur prej atina që është hakim, alim, prej Allahut azza wa jall. Fet qellore. Me ta mush menin fet qellore. Leni këto muhabete o musliman. Dini Allahut azza wa jall ka thonë Ibrahim a.s. baba i dinit ton, ka thonë Rabbi alladhi yut'imuni. Rabbi është ai që më jep me hangër, më jep me pi, kur të smuna, më shëron, më zon mua. Që kjo është din, thjeshtësi, fet qellore, fet monoteiste. Kujna jetë i folë kështu Allah, çka jetë të thonë realisht ta. Ty po tham, si musliman, largohu për këty në farë vezveseve të shejtanit, fet qellore. Thotë që na nuk mujna me dasht islamin, veç se kur t'i thojmë fet qellore, thjeshtësane. Kurani është i zbritur prej Allahut azza wa jall, ala qalbik, të zemra jote Muhammed alayhi salam, me Jibril alayhi salam. Fe qellore, fe monoteiste, leni këto muhabete, nuk i një dini Allahut të muhabete heq. Ti mundesh me fol me këto, s'po të nalë kërkosh me fol. Po ti si musliman, thjeshtëso dinin tanë. Ajo çka po du me thonë, për fond, mos u mundo me vesh islamin me thanje që nuk ki nevojë. Hiç nuk ki nevojë, heki këto. Le islamin çysh është. Nuk ka më të mirë se sa me lanë islamin çysh është. Çysh është. Veç e lanë islamin. As mos pështjell kur gjë. Nuk ki nevojë me pështjell thanje që s'janë për islamit. Gjithmonë le islamin qartë. Allahu ahad. Allahu është një. Nuk ki nevojë të me pështjell fe monoteiste, politeiste këto, to muhabete nuk kujnej të fol. Pa obstan 70 vjet kjo është fe monoteiste. Ti a don mi apshtjell, ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, ka thënë dia është pik, veç pik, e thjesht. Allahu është një, Allahu t'i bim sejdë. Allahu na ka kriju, ai na furnizon, ai e meriton më adhuru. Ati na i bim sejdë. Dia është pik, gjahilat e kanë bashon. S'ka që i bjen fije, dhe të marrë vesh me janis me mësullat të nishtën, për me marrë vesh ka është të thonë kë me fejë monoteiste ose politeiste ose në këto muhabete musliman. Feja Allahut azza wa jalla është shumë e thjeshtë. E thjeshtë, e lënë thjeshtësinë e dinit. Por fond për ju tham, ata që në kanë në Arabi, numre, në haqe, e këni pa hurmja. Hurmën e këni pa? E këni pa që pështjellin me dhe keks, me dhe çokoladë, me dhe arsim, me dhe arsim. Kajti pravan. Në fond këthejesh i blenë da pakur gjaheq. Por shkak se hurmja është vetë e paqt. Nuk ki nevoj. Pështjellin me çka dush. Në fundit ki mu kthy me blenja veç hurme se ajo është e paqt. Ajo është bollë e mirë. Nuk ka nevoj me pështjell, me çokolada. Këti ke provu. Këtu ka nduk mirë, ama hurmën për tu. Unë jam të lyp me lanë islamin islam. Veç është ta. Mos e pështjellni me muhabetet tona që mos me ditë në fund çka kam thënë, as çka ka thënë. Qysh edhe ndodh që shpesh thoj musliman na ka kënaqur sot hoxha. Çka tha, vëllai s'di çka tha, veç kënaq na ka. Që kjo është muhabeti, që kjo është ajo që ka po du me tha, nuk është kjo islam, kënaq na ka, nuk di çka tha. Jo, me fol qartë, mirë, me të kuptu krejt, edhe me ditë që islami është i thjeshtë.